As-salatu was-salam, as-salatu was-salam, as-salatu was-salam, as-salatu Salatullah, salamullah alayka ya Rasulallah. Salatullah, salamullah alayka ya Habiballah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabb. Nahmaduka wa nashkuruk wa nastahdika wa nastaghfiruk wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. تداشر vlezër muslima, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon, Allahu alem bi muradih. Në jetën disa minut dhe marëm disa fri në njën e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wa salam, duke i lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vetë neve si gjunahkar pre azapit të xhehenemit të na shpëton, Xhennetul Firdausin nasib të na bë. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, suratu Ibrahim, e posaçërisht në hijen e ajetit që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minut nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Gjelal që frimarjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal në spjegoj për imanin dhe për mu'minin. Pra imani është shahadeti, dëshmia se nuk ka zot tjetër pos Allah, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij, dhe pasi të vdesin do të ringjallemi. Besojmë në gjithë melaqet, në gjithë pejgamberët, në gjithë librat e shpallura. Pra ki njeri llogaritet iman, ki besimtar pra llogaritet mu'min i vërtet. Si e pas ka shembullin në Kur'an, e ka shembullin si kur një dru i thellë ngulitur në tokë, i drejt e frithënës. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshkruajti drunin e hurmës me imanli, me besimtar. Nga se besimtari është i qëndrueshëm, besimtari është frithënës, besimtari është i drejtë, besimtari është krenar. Ai që jeton me bindje dhe me iman të fortë dhe me princip në islam dhe nuk luhatet, Allahu Dhul Gjelal thot: Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fi
fil hajati dunja wa fil akhira. Allahu i bën të qëndrueshëm ata që kanë besu, pra besimtarët, bil kauli thabit, pra me shahadetin, në dunjo dhe ahiret. Në dunjo janë të qëndrueshëm, stabil, jo të luhatshëm, jo labil, pra janë të qëndrueshëm ata. Kur ata janë të qëndrueshëm, Allah i bën të qëndrueshëm edhe në momentin e vdekjes dhe natën e varrit. Ata janë të qëndrueshëm, ata nuk janë të dishimt. Andaj vëllezër të dashur, ai që është i qëndrueshëm në këtë din, ai cili gajloset për këtë din, siç tha Ebu Bekri radiallahu anhu, kur pasi qëndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa fise arabe thanë, na do të vazhdojmë në islam, do të vazhdojmë të falim namaz, të agjerojmë Ramazan, të bëjmë haxhin, por nuk do t'japim zekat. Zekat nuk do t'japim. Pse? Se zekatin ja kemi dhonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka ndru jetë, mos zekat nuk japim. Si të do të Ebu Bekri të na pranon në islam, ne të na pranon, po nuk don, ai ne të bon çka të don. Ndërsa ne mos zekat nuk japim. Kjo është një ndodhi shumë e rëndësishme në historinë islamit. Ebu Bekri radiallahu anhu tha, wallahi, nëse mandalin mu një kërpesh që ja kanë dhonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo deven, por deven e kanë lidh me kërpesh dhe ja kanë qu pejgamberit. Nëse ma bin deven e donë ta merë kërpeshin, unë ato do ta luftoj. Pse? Se kështu fillon dobësimi dhe mangësimi islamit. Fillon nga dal të mangësohet. Kur i thanë Ebu Bekrit radiallahu anhu, ja Ebu Bekr, na kemi problem me tjerët, me mushrik, me afiset arabet të tjera, leti këto si të muslimon, ani se nuk japin zekat, ti tolerojnë pak. Qka tha Ebu Bekri? Këtu është po enta jo në vlezër të dashur. Qka tha Ebu Bekri radiallahu anhu, tha, e jun ka su dinu wa e ne haj, a fillon të mangësohet feja unë duke qenë gjallë, subhanallah, a do filloj feja të mangësohet, ti tu kon gjallë, a do filloj në familjen tonë të dobësohet feja, ti tu kon gjallë, a do fillohet të lihet namazi në shpinë tonë e ti falesh, a do fillon në shpinë tonë të mos ketë mbules, të mos ketë në mus, a do fillon ti tu kon gjallë, e jun ka suhave dinu e në haj, tha Ebu Bekri radiallahu anhu, a do filloj të bëhet nëksan, të mangësohet, të cungohet ki din, unë duke qenë gjallë, tha jo vallahi, subhanallah, dhe ju shpalli luft atyre, që dashën të lonë zekatin, që dashën të mos japin zekat, ju shpalli luft Ebu Bekri në momentin shumë të vështirë. Pse boni këto? Që të mos fillon mangësimi fes. E ku kam rritë sot mangësimi fes në mesin tonë vëllezër të dashur? Sa pjesë të dinit janë bon në kësan e ne as pak se kemi derë. Sa pjesë të dinit janë anullu, janë anashkalu. Allahu Dhul Jalal thot, in tansurullahe janë surkur. Nëse ju e ndihmoni dinin e Allahut, Allahu dhe t'ju ndihmon juve. Pra nëse ju nuk e ndihmoni dinin, nëse ju nuk gajlosni për këtë fejë, nëse ju nuk e përmendni këtë din, ju ama hiq nuk jeni ati pari, në oborin e fes nuk keni hi, e keni mshel derën, keni dalja, e keni lonë fen brenda, dhe ju ngajni jashtë oborit të dinit, atër nuk ka ndihën pre Allahut, atër nuk ka ndihën pre Allahut. In tansurullahe yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, dhe do t'ju bëj të qëndrushëm, do t'ju bëj të guximshëm, do t'ju bëj të fort, do t'ju bëj krenar. Kur ju do t'a kini dinin e Allahut Dhul Jalal me vete, kur do t'a lini dinin, vallahi nuk do vlen kur nisen. Andaj qëllimi armiqve të muslimonëve, largimi muslimonëve nga feja e tyre. Kur të largohen muslimon nga feja, atër askush mo me to nuk ka problem. Ama askush nuk ka problem me ato që është largu nga feja.
Andaj njëherë Papa i Ramës para disa viteve ka mbajt një mbledhje dhe ka thonë muslimant me gjdo kusht t'i largojnë prej feje. Njoni tha, po qka na vinë ato? T'i largojnë prej islamit, t'i fusin krishterizëm? Tha jo, nuk na duhen. Ato që largohen prej islamit s'kan qka t'vinë, tha asë në krishterizëm. Ato qka e lanë islamin s'ka qka t'vlenë. Ai që se ndëron fejnë e vetë të huj ma hiqë. Andaj Papa tha, qëllimi jo nështë t'i largojnë prej islamit dhe t'i lanë pa fejë. Largimi nga islami do të thot pa feje. Atëherë kur ai është pa feje, s'ka dashuria të dheu. Andaj vëllezër të dashur, ai që është i qëndrueshëm në din, Allahu e bën të qëndrueshëm në çdo aspekt. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja pan caktime të bardha në mjekrën e bekuar të tij, i thanë ja Rasulullah, ke fillu të zbardhësh. Sa shabetni suratu Hudin wa akhawatuha. Tha, më ka thinë surja Hud dhe motrat e saj. Pse surja Hud? Se në surën Hud thuhet fastakim kama umirte. Qëndro ashtu si që e urdhrua. O musliman, qëndro në dinin e Allahu Gjala, qëndro në binarin e këtij dini. Mos gabot të luhatësh e të dalish prej binari, se vagoni cili del prej shine mo nuk lëvis. Ai mo bëhet katastrofë kur del prej binari. Një vagon me dal prej binari bëhet katastrofë. Po një umet me dal prej binarit vetë, çka pritet atëherë? Me dal prej katalogit, me dal prej shinës vetë, çka bëhet? Andaj tha Kurani Kerimi, fastakim kama umirte. Vazhdo i qëndrueshëm ashtu siç e urdhënu prej Allahu Dhul Xhelal. Pra, është thini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ki imperativ, nga ki urdhën kuranor, është thini pejgamberi. E Omerit radiallahu anhu, kur ja panë cakime të bardha, i thanë, ke fillu të plakesh ja e mirë. Tha, elhamdulillah që jeta ime ka kalu në islam. Elhamdulillah që jeta ime, rinia ime ka kalu në këtë din. Pra je krenar vëjdashëm. Kur të vije vitit të cilin ti e ke mbush vitin, e don të festojsh ditëlindjen, për kujtoja vetë vetës njëherë dhe thuj, elhamdulillah, i bona 15 vjetë musliman. I bona 15 vjetë kujtoa. Këto kujtoa mësë ndis qira, mësë blej torte, e mësë këndot kanë të krishterizmi. Gjatë ditëlindjes, pra, për kujtimi ditëlindjes, për kujtimi i jetës tënde është krenari, se ti e ke kalu në islam. Andaj Omeri tha, elhamdulillah, e kalova rinin time dhe fillova të zbardhen në mjekrën time, unë duke qenë musliman. Kështu e kanë pas dert o vëllezër të dashur njerëzit jetën e tyre. Andaj nipi Ebu Bekrit radiallahu anhu, Urwa bin Zubair, ishte në gurbet në Siri, nditi dhimbje në këmbën e ti dhe këshillun mjekët që t'ja presin këmbën. Dhe ai pranoj se nuk ish tek tjetër, nuk ish rrugdalje. E pas ja pren këmbën, pas jerë në vete, e mori këmbën e vete në dorë. Këmbën e vete mori në dorë, se duhet me qu të varët këmbën e ti, me varos, para se ta qojnë, pasi ke mbështjellën, tha ma jetë një këndej, e ju drejtu këmbës vetë. Dhe tha, oj këmba ime, ti do të shkosh para, unë do të vimrapa, por te ti e kam një lutje, që në ditën e gjykimit të dëshmosh para Zotit se unë ty në haram nuk të kam përdorë. Oj, koma ime, bën dëshmi para Zotit se unë me ty në haram nuk kam udhtu. Unë me ty në haram nuk kam udhtu, kamba ime. Po ashtu dhe të bëj dëshmi edhe syni tëmë du t'i thush, o syni im, bën dëshmi në ditë mahsherit se unë ty në haram s'të kam përdor, në haram me ty s'kam shiqu, veshi im ban dëshmi se në haram s'kam dëgju, me muzik nuk jam angazhu, fjallë të huja si kam përcjell, si kam ingjizu, së më kanë interesu, dora ime ban dëshmi se unë haram nuk kam përdor, haram nuk kam prek me ty. Kështu pra vëllezër të dashur, muslimanët e parë e kanë llogarit vetveten, duke u nis nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogarit një vetveten para se të llogarit një ditën e mahsherit.
që ta dini pak llogarin afërsisht se ku do t'ju del, po që se nuk e llogarit ti ndunjo, në ditë mahsherit do të duket krejt dallash, krejt gabim ka me t'u duk. Do të mendosh se ti kanë bo me laqet, të kanë bo zullum, ti kanë shkru disa të këqia që ti si ke bo, por Allahu Dhul Gjalal do t'i thot dorës tande dhe times, urdhno fol, a e ka bon këtë haram, dora do të thot po. Ti do të mundohesh ta mohësh përsini, do të dëshmon se ka shitun haram, e do të dëshmon veshje kështu me radhë. Pra vëllezër të dashur, këto njerëz kështu e kanë llogarit vetveten. Andaj Allahu Dhul Gjalal i ka bërë të qëndrueshëm në din ata të cilët e kanë fillu. Çka thot Allahu Dhul Gjalal? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allahu i forcon ata që kanë besu. Pra ne duhet fillojmë së pari e pastaj të vjen ndihma Allah. In tansurullaha yansurukum. Nëse ju e ndihmoni dinin e Allah, nëse ju e ndihmoni vllaun tuaj në din, nëse ju e ndihmoni nevojtarin, nëse ju e ndihmoni të sëmurin, nëse ju e ndihmoni vllaun tuaj, ndihmën e Allahut e keni me vete. Ama ju duhet filloni. In tansurullah, ju duhet filloni. Çka tha Allahu Dhul Gjalal në hadithi kudsi? Kush ngrihet në tretën hiset natës, para sabahut në kohë të sifirit, kush ngrihet dhe bon taube, pendohet, Allahu Dhul Gjalal thot, ja pranoj pendimin, bon istighfar, ja fali gjunahet, kërkon prej meje, unë ja, ama ti të fillosh përpara. Ti duhet të fillosh vëllai dashur. Na duhet të ngrihemi aty ku na don Allahu Dhul Gjalal. Të mos prisim që Allahu të bjen në dëshirat tona. Jo, na duhet të ngrihemi aty ku na kërkon Allahu Dhul Gjalal. E çka bon Allahu? Ju thabbit. Atëherë Allahu të forcon në din në këtë dynjë dhe je krenar në dynjë wa fil akhirah dhe në jetën tjetër. Prej ku fillon jeta tjetër? Jeta tjetër fillon prej momentit të vdekjes. Ai që ka qenë qëndrueshëm në shahadet, kur ti vi momenti vdekjes, kur ai mo është largu me krejt bot kuptimin nga kjo jetë, kur ati mo nuk i duhet kur nise prej kësaj bote, vllai dashur, kur vi momenti vdekjes, kur ai është në agoni, në jastikun e vdekjes, nëse ka qenë i ri e ka desh kerrin modern, dhe afrohu të veshin e thuj, po ta blen pre saloni një kërë 0-0, më të modernizun. A do t'i intereson? Jo. Po që sa i ka desh dugonjat, thuj ta japin kretë qarshin, e i këmu. Jo. Po që sa i ka desh dish tjetër, si intereson. Alo në dunjo, a i me trup është në dunjo, por ka fillu procesi ahiretit. A i mo nuk është interesun për këtë dunjo. Andaj vllai dashur, ke kujdes për këtë moment të vështirë, që do të paraqitet iblisi, do të paraqitet shejtani në fotografinë e babës ose të nonës të cilin e ke përcjell para teje. Nëse ka ndru jetë baba dhe nona, do të paraqitet shejtani në fotografinë e babës. A di çka do të thot? Biri im i dashur, unë e vdiqa si muslimon kisha gabu. Gabim kishte qenë që unë vdiqa me shahadet, që unë vdiqa me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Gabim ishte konë, ishte dash me vdek jo si muslimon, si jahudi ose si krishter, si pa fe, ishte dash me vdek jo si muslimon. Shejtani i thot momentin e vdekjes, e aj që nuk e din bashtrohet, baba duke lut me lot në sy, nona i del nga ona tjetër, biri me vladi i mi dashur, unë e vdiqa si muslimon, këm gabu, të lutem ty bere mos gabo, mos vdiq si muslimon, amon, të lutem se s'ka shpëtim si muslimon. Aj që nuk ka qenë në rjedha, aj që s'ka pas vakt shkon në gjami, aj që s'ka pas kohë në zoni liber të fest, aj që nuk kam shmar me din, aj do të mbashtrohen. Kur ta shef nonën dhe babën se lutin që të mos vdes si muslimon, atëherë do të thot, e po mirë pra, nuk jam muslimon dhe do vdes pa iman. Zoti na ruajt. Kush të ban të qëndrueshëm në këtë moment, vëllezër të dashur, që iblisi mundohet të të mashtrojë me çdo kush, por ti që e ke ditë si muslimon, e di çka do të thosh? Iblis, ti je në fotografinë e babës tim, unë e di.
Unë e di se ti don të mbashtrosh, ti e paraqit mu në fotografinë e nanës, por kote ki, ti s'mund të më mbashtrosh mu, se unë kam jetu musliman dhe do të vdes me iman. Kush do të thotë o vëllezër të dashur? Ai që ka qenë në rjedha, ai që ka qenë i qëndrueshëm në këtë din, ju thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ai që ka qenë i qëndrueshëm në këtë din, duke qenë gjallë, do të jetë i qëndrueshëm edhe në momentin e vdekjes. Kur ti vin me laçet t'ja marrin shpirtin. Ju e dini vëllezër të dashur, se ka dy lloj melek që marrin shpirtin e njerëzve. Një grup quhen Melaiketur Rahme, melaqet e mëshirës. Tjetra grup quhet Melaiketul Adhab, melaqet e gazetit, melaqet e ashpra, të trishtueshme. Ai që ka qëndru si besimtar, e ka fillu jetën musliman dhe e ka mbaru si musliman, ati do t'i paraqiten melaqet e rahmetit, me buzkeshje duke i thonë la të khafu wa la tahzanu, mos u frik dhe mos u trishto, dhe mos u piklo dhe mos u dëshpro, mos ke frik për të ardhmen tënde dhe mos u dëshpro për të ato që i lemrata, mos ki gajnë, as të vladit, as të familjes, mos e ki dërp se i ka marrë në mbrojtja Allahu dhul Gjalal, se ti i ke eduku në islam, i ke lon me namaz, i ke lon me Kur'an, mos baj dërp për ata. Por le ban dërta i cili i ka lon me haram, i ka ushki me haram, që ka mësu Kur'an, si ka angazhu me islam, a është problemi ati, ndërsa ai që ka qeni kujdesur, do t'i thonë me laket, la të khafu wa la të hzenu, nahnu auliaukum fil hayati dunja dhe fil akhire. Na jemi dashamir tu në dunja dhe në ahiret. Na jemi dashamir tu në dunja dhe në ahiret. Kush? Me laket e rahmetit. U abshiru bil gjenneti leti kuntum tu adun, dhe t'japin miqde me gjennetin të cilin ta ka premtu Allahu dhul Gjalal. Dhe fillon t'ja marin shpirtin dal nga dal, aj edhe nëse nuk mund t'a shpreh, nuk ka fuqi t'a thot shahadetin, në trunin e ti qarkullon fjala la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Por preferohet që kur jemi afër atij që është duke dhënë shpirt, preferohet ne ta themi shahadetin, ne ta themi dëshmin la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, se ajo është në gaflet, ajo është në atë agoninë e vdekjes. Prandaj duhet ta kujtojmë shahadetin. Vëllezër të dashur, andaj i vinë me laqet e rahmetit, janë nxjerrin shpirtin, ai duke përkujtu imanin, duke përkujtu mëshirën e Allahu dhul Gjalal, duke përkujtu faljen e ti, duke dit vetveten gabimtar, sido që ka qenë, e din se s'ka mujt me qenë musliman 100%, e din veten ai, e llogarit, edhe nëse ka qenë musliman i mirë, e ka frikë, përsëri e ka frikë vetveten. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi ta viziton një njeri i cili ishte drejtuar për vdekje. Pejgamberi e pyeti, tha si e ndin veten? Tha ja Rasulullah, e khafu dhunubi wa arju rahmet rabbi. Tha ja Rasulullah, i kam frikë gjunahet e mia dhe kam shpresë në mëshirën e Allahut. Shiqë vëllezër, i kam frikë gjunahet e mia, por kam shpresë në mëshirën e Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai njeri që gjendet në këtë gjendje gjatë vdekjes ka shpëtuar. Pse? Ka frikë nga gjunahet e tij, por ka shpresë në mëshirën e Allahut. Pra shpresën nuk duhet harru asnjëherë, por nuk duhet më mbashtru vetëm në shpresë në mëshirën e Allahut, por duhet pas frikë gjunahet tona, sa të jemi gjallë, dhe momentin kur të vinë me laqet me marë shpirtin, me laqet e rahmetit, ja marrin shpirtin ati të mirit. Vëllezër të dashur, e çka bëjnë pastaj? U nda shpirti prej trupit. U nda. Dhe mo nuk i thënë njeri, por i thënë gjenazë. Subhanallah. Ne çka bëjmë? Angazhohemi me trupin. Na kemi punë me trupin. E shpirtin e marrin me laqet që e kanë nxjerr nga trupi, me laqet e vdekjes, ato që e kanë nxjerr, e pastrojnë, po si që pastrojnë nga trupin, ato e pastrojnë shpirtin.
e parfimosin me parfim, me miris gjeneti, dhe mbështjellin me qefin, me mindil të mëndafshit gjeneti, e mbështjellin shpirtin, dhe ja u dorëzojnë me latjeve që e kanë shoqëru të në jetën. Me latje se në kratë të gjatë, dhe ajo në të majtë që e kanë shoqëru gjatë jetës, që ja kanë registru veprat e ti, ja u dorëzojnë këtyre dy me latjeve. Dhe këto dia e marin të mbështjellur me mëndafsh të gjenetit dhe i parfimosur me parfim gjenetit dhe e ngren lartë. Kur afrohen të qielli dunjo, se ma u dunjo, hape dera dhe thojnë me laqet, kush ashtë me ju? Thojnë, me na o shpirti filanit, birit filanit. Thojnë, merhaben bihi, mirë se vjen, dhe hape qielli për ta. Dhe thojnë, qështë ka arame mirë? Thonë, arama e parfimosjes me parfim të gjenetit, shpirti filanit, birit filanit, dhe këtu i kalën 7 katë qej, dhe e qëjnë në Sidratul Muntaha, dhe adje ta shef vendin ku do ta ka. Shpirti e shef vendin me Gjennetul Me'va, dhe knaqet, pasi që ja të regojnë, atëheri i thojnë me laqet, a e pave? E pash, hajde tash këthejnë. A di shka thotë? Por i zatë Zotit mos më qoni përsëri në dynjan. Amen, mos më qoni përsëri në dynjan. Nga e mira që ka pa, a i mon nuk do në vijen dynjan. Mirë po neve në dhimë se të ndonjo kur vdes do një smund, do një paralizum, do një plak, që ka vujt, që ka themi? U pas ka kurtalis. E kur vdes do një ri, do një shëndosh, pse nuk themi u pas ka kurtalis? Po në dhimbet. Wallahi edhe ajo është kurtalis prej dunjas, dhe adje ku ka shku e ka gjetë ma mirë, nëse ka shku me iman dhe me punë të mira. Andaj vëllezër të dashur, njëherë pat ndru jetë një vëlla musliman, i cili ishte shumë i mirë, edhe jetën e kishte mirë, kur dollë gjenazja nga dera e shtëpis, një që ishte pranë mua më tha, hoq bre më dhimbet ki. Thash pse? Tha alihet ki saltanat. I erë shumë keqë, se këtë e kishë mbashtru saltanati dunjos, e kishë të harua të ahireti. Tha, alihet ki saltanat. Alihet kjo shpi, kështu e këvender prej guri, mermeri, e kjo bafqi, kjo grada me bredha e me lule, alihet kjo me bazente, e kjo Mercedes me garaj, alihet, mazallah, estagfirullah. Atën të mira sa je gjallë, po kur të vdeq, mos u mërzit, se kur të shkon menga për këtë dunjon. Asnjëherë, thash vllai dashur, a e njefti këtë vlla? Tha po e njoh. A e din çka thot Islami për këtë? Tha se di. Thash po të kallëzoj. Wallahi, sikur të keshim mundësi, ti dalëm, ta ndalim dhe t'ja heqim qefinin dhe ti thom jo vllai dashur, mos je pishman bre, thot hik mos më vano. Hiq vllai dashur, far pishman. Po Mercedesin more, për BMW-n more Audin 80, modeli më i ri, ku ta di unë, e këto luksuze këto. A di shka thot? Aman, hiqu larg, mos më vano. Këtë nuk e thamun, nuk foli prej mendve të mija. Vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur drejtohet i miri për kavarezat, e di shka thot? Agjiluni, thot ma shpejt. I miri, thot ma shpejt. Ndërsa zullumqari, krimineli, kur drejtohet për të varezat, a dini shka thot? Akhiruni, ma ka dal, ku më qoni? O, mos më qoni bre. Aha, mos të qojnë, do të qojnë edhe dhe këcesh bile. Pak do të duket bile, ha? Sta mirë ke mendja se dhe hish në të sëndik, ha? A sta mirë ke mendja? E kjo është ajo që ti sta mirë ke mendja, që ikshe me gjdo kusht mundoshtë të mos vdeq, ha? O, vllai dashur, ju thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nëse do të jesh i qëndrueshëm dhe i gëzueshëm momentin e vdekjes, atëherë bënu i qëndrueshëm sa je gjallë në këtë din dhe asesi mos u luhat. Dhe mos lejo që në prezencën tënde të mangësohet ky din. A ju ka suhadet din wa në haj, registrohe në shpirtin tënd, në trunin tënd, në zemrën tënde, ti edhe unë ta registrojmë këtë fjalë të madhe, që duhet ta registrojmë në shkronja të arit, dhe kur të mos e harrojmë, se këto fjallën të burrave të mëdhej, si që ka qenë Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili në momentin më të vështirë ka thonë, nuk lejoj të mangësohet kjo fe duke qenë unë gjallë.
Mos lejot mangësohet feja në asnjë aspekt. Në familjen tonë, në shoqërinë tonë, në rrethit, në ambientit, mos u dakordo të mangësohet kjo fe. Vëllezër të dashur, andaj ati të mirit do t'ja marrin shpirtin me laqet e rahmetit. E ati të keqit, Zoti na rujt me laqet e gazetit. E pastaj do t'alshojnë në varr. E do të vinë me laqet ta bëjnë sual. Edhe këtu duhet qëndrueshmëri. Edhe këtu duhet qëndrueshmëri. O vllai dashur, kur do t'i afrohen të mirit, mubashir wa bashir. Kemi dy lloj me laqeve që vinë te varri, dy lloje. Njëna grupe ka emrin mubashir wa bashir. Ato e myqde gjithë që i vinë të mirit, munker dhe nekir, janë ato që i vinë të keqit. Kur do ndron jetë i miri, kur do hina varr, Allahu Dhul Jalal do t'i çon dy melek t'i japin myqde. A di çfarë myqde? Kur do t'afrohen, kur do t'a lëm vet, kur do t'a kthejmë shpinën, kur do t'i ndinë edhe kpucët tona që po kthejmë dhe po shkojmë dhe po e lëm vet, ha? Po e lëm vet. Subhanallah, andaj është për sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të vdektit të mos a kthejmë shpinën me njëherë, po të rrim pranë tij e të bëjmë dua dhe istighfar, se që atëherë dhe vinë me laqet të bëjnë sual. Thonë sahabet, shkun të vorrosim një prej ansarve, ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbajti një fjalim me rreth pyetjes dhe përgjigjes dhe sualit të varrit. Në rishim qetë si kur të kemi shpend në kokat tona. Pejgamberi mbajti një fjalim dhe tha, a e dini ju se tash vinë me laqet të bëjnë sual? Nësa është prej të mirëve, kur t'i thojnë me laqet, më rabbuke, kush është Zotit? Do thot Allahun, për të cilin kam dëshmu herët e panumërta, gjatë jetës time kam dëshmu la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kur kam ra në jastikin e gjumit, fjallën e fundit e kam pas la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kur më ka dal gjumi, kam thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Gjatë jetës time pandërprej kam thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kur do t'i thënë me laqet me rabbuke, do thë se Allahu Rabbul Alamin. Ka disa njërës, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur do t'i thonë me laqet me rabbuke, kush o Zoti it, do të thot mirë për mu. I ndinja njerëzit të thonë Allahu, i ndisha njerëzit të thonë Zoti, po mi patën përzi Zotat, se u patën bo shumë Zota, hasha dhe kella, shumë Zota u patën bo. Ai që ka besu Allahu një, do të thot Allahu Rabbi, Zoti im është Allahu. Po çka thuti për atë njeri cili është dërgu? Muhammedun Rasulullah, kam besu pejgamberin e kam respektu, salavat i kam dërgu, sunetet i ti i kam dashuru. E çka thuti për atë libër që është shpall te umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Do thotë Kur'anin e kam lexu, Kur'anin e kam respektu, Kur'anin e kam dëgju. Subhanallah, do t'i thojnë me laqet myqde me një bafqe prej bafqeve të xhennetit. E vëllezër të dashur, këtu duhet qëndrueshmëri, natën e varrit apo gjatë sualit të varrit. Jo dini se Omerit radiallahu anhu, kur i kanë ardhur me laqet, sa i ka thonë Omeri, ka thonë, me njëherë para se t'i thojnë ata, ka thonë, men rabbukuma, kush është Zoti juaj? Omeri ka thonë, kush është Zoti juaj? Se qatë derte ka pas Omeri sa ka qenë gjallë. Vëllezër të dashur, i kanë shku njënit prej ulemanve, si që ka pa vllai vetë në andër dhe ka pyet, si e kalove natën e varrit? Au krishtove prej me laqeve? Tha, jo vallahi, kur më thanë me laqet kush o Zoti it, ju thashun, a mund pyetni për Zotin tim, që ja u kanë mësu njerëzive 80 vjetë pandërprej? 80 vjetë gjatë jetës time ju kanë mësu njerëzive shahadetin, a mund më pyetnia? Me laqet e ullën kryet dhe i than urime pra, urime. Shikë vllai dashur, sa të qetë kanë qenë njerëzit natën e varrit, nuk janë trishtu nga me laqet, se kanë qenë të pregatitur. Ndërsa do të ketë njerëz që do të thojnë, njerion, e kam pas dëgju kështu tranzit një fjalë. Thoshin shokët e klasës Zotin, ma pash Zotin, edhe unë në herë thosha, vallahi pash Zotin, po nuk jam marrë me këtë e kam pas ma e të gunës, po tash nuk e di.
la edri, mirë për mu, nuk e di. Kështu do të thojnë disa njerëz. E ata të cilët kanë qenë stabil në këtë din, ata do të thojnë Allahu Rabbi, Zoti im është Allahu. Ai cili kur e ndëgjon ezanin në fund thot: Amantu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kur të mbaron ezani, është mirë të çesh salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ta thush duan e ezanit, e pastaj të thush Amantu billahi rabban, kom besu Allahun Zot timin, wa bil islami dinan, dhe islamin si din, si fe timen, dhe bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kom pranu për pejgamber. A njeri që e thot këto në natën e vorit, as pak nuk do ta ketë frikë, e kur ta jep gjevapin e sualit të melekve, do t'i hapet një dritare, do të futet në një bafqe prej bafqeve të xhenetit. E disa do t'jetë ajo sa t'i shofin sytë në 4 anët, sa t'i shofin sytë 4 anët, ka që është varri i muslimonit. A disa që ka varri i muslimonit? Qa që sa e kemi grejnea? Ja, vajdashe, ja. Varri besimtarit është sa t'i shofin sytë 4 anët, a që është i gjanë në një bafqe të xhenetit, me ata që kanë shku më parë, jeton në jetën e berzahut së bashku. Ndërsa ata që s'kanë besu, qka është varri për ta? Mursi na ka të regu i dërguari sallallahu alaihi sallam, kur i ka pitur ashabët, qka është varri? Than ja Rasulallah, Allahu wa Rasul alem, Allahu dhe pejgamberi e din, por na e din varri një grop, një me 2 afërsisht, dhe e fusin të vdekurin. Than që kjo është varri, tha jo, varri është o një bafqe prej bafqeve xhenetit, o një grop prej gropave xhehenemit. Na lusim Allahun dhul xhelal, Allahu në islam duke qenë në këtë jetë të na forcon. Allahu dinin ton nga çdo e keqe ta mbron. Allahu dhul xhelal familjeve tona, umetit ton, këtë islam që u dashuron. Për këtë islam të kujdesim dhe të gajlosemi, që të jemi të shpëtuar në dunjë dhe në ahiret. Lusim Allahu dhul xhelal, kur të na vijë momenti i vdekjes, Allahu të dërgon me latjet e rahmetit dhe neve të na kujton në atë moment shahadetin. Lusim Allahu dhul xhelal, shejtani i cili do të paraqitet në fotografi të prindërve tanë, neve të mos na mbashtron, por ne ta dim se ajo shejtani, dhe ta dim se nuk ka fe tjetër të pranuar tek Allahu pos Islami. Lusim Allahu dhul xhelal, natën e varrit Allahu të na ndihmon, me latjet të japin miq dhe neve të na i dërgon. Pas sualit dhe gjevapit, Allahu të na bon nasip një bafqe të gjërë prej bafqeve xhenetit, të na largon prej gropës së xhehenemit. Lusim Allahu xhelal rimin tonë në islam të udhëzon, lezve tonë të jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i sharon, të burgosirit tonë t'i liron, të vdekurit tonë t'i mëshiron, mbarë musliman dhe në ruzullin të kësor, Allahu t'u ndihmon, nga azapi xhehenemit të na shpëton, Jannatul Firdausin nasib të na bon. Ela in ahsan al-kalami wa ablaga an-nizam, kalamullahi al-malik al-qadir al-aziz al-allam, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi al-kalam, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala khatamihim wa sayyidihim ajma'in, Muhammadin ibn Abdillah al-Mab'uth rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahu bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama wa'adtana, fastajib Allahumma kama wa'adtana, ya Hannan ya Mannan, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Hayy ya Qayyum. إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الصلاة والسلام، الصلاة والسلام،
الصلاة والسلام الصلاة صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله عشنا أندر pejgamberin në gjennet kish zanvend falej lutej për mu të mjerin ose me mda për gjennem falej lutej për mu të mjerin ose me mda për gjennem salatullah salamullah عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله جسم شيرش mi borbu drite qoj njëzë por si val të vështirat e kësaj dite gjithë ummetit ja kam fal gjithë më shirsh mi borbu drite qoj njëzë por si val të vështirat e kësaj dite gjithë ummetit ja kam fal salatullah salamullah alayka ya rasulallah salatullah salamullah alayka ya habiballah salatullah salamullah alayka ya habiballah bashk me mua parën bërapa gjithë karuanit të këbirara prej kënaqësie parën bërapa goja thirte ja Allah bashk me mua parën bërapa gjithë karuanit të këbirara prej kënaqësie parën bërapa goja thirte ja Allah salatullah salamullah alayka ya rasulallah salatullah salamullah alayka ya habiballah salatullah salamullah alayka